Shuma aty është llogaritur 5 milion euro. Tek kjo po. Tokë publike me €1 për 99 vjet për qëllime biznesi, bargj, stalla e të tjerë. Impakti në buxhetin e këtij viti është 265 milion euro. Impakti në buxhetin gjerë në vitin 2040 shkon gjithsejt 4 miliard euro. Natyrisht, kjo paket është vetëm hapi i parë, i domosdoshëm për të shënuar një kthes e cila shënon të shpëtoj Shqipërinë nga shkretimi i plot i banorëve të saj. Fshirja, shurja, historia e kombëve është histori e linjes lulëzimit, por edhe zhdukjes tyre. Shqiptarët nuk meritojnë të zhduken. Shqiptarët duhet të mbjetojnë në trojet e tyre që nga korat i lirë gjersot. Kjo që ndodh është katastrofa më e madhe demografike në historinë e kombit. Kur shqiptarët nuk kanë përjetuar një shpopullim të tillë nga asnjë pushtim, nga asnjë smundje, nga asnjë epidemi. Kjo ishte çështja që desha të sjell tek ju dhe që ne do mbrojmë në parlament. Së dyti, dënoj me forcën më të madhe. Me forcën më të madhe. Presionin terror të Edi Ramës ndaj gjykatës kushtetuese,